Deria riktheheni sërish trajner sot, por trajner ekipit veteran të Vllaznisë në një ndeshje miqësore besoj vërtet shumë domethënëse. Nostalgji ishte kënaqësi e madhe me ardh më taku me këtë brez të mrekullueshëm, me brezin që kam luajtur, me brez që kam drejtu, me brez nofta edhe që kanë luajtur para me, ishte kënaqësi shumë e madhe dhe uroj që takime të tilla mos të jeni fundit. Më na premtuan Albani dhe Miloti, Alban Hasani dhe Ron Miloti na premtuan që janë më afër bashkisë, që do të kena edhe takime të tjera, i përgëzoj dhe dhash edhe vetë mendimin timin që organizime të tilla të bëhen dhe të jenë edhe natë që me kenë me tepër njëjtë të organizohen pra seanca servitore 2, 3, 4 herë në muaj, që edhe natë të servitemi njëri me tjetër dhe të jena më afër njëri tjetrit, pavarësisht se mund vim nga Tirana ose dikush vjen një qytet tjetër se kështu erdhi koha sot, por në të mbledhen atë 2-3 herë në muaj që do të jenë kënaqësi e madhe. Po shohim që kundërshtaj veteranët e Vllaznisë, ato të Real Valladolid janë i organizuar. Janë të organizuar dhe serviten. Kështu e bëjnë në të gjithë vendet, kjo është më tepër që të pa them trosh të jesh për shnedin, lush për shnedin, të jesh servitje, jemi që po ta shikosh në pjesën tonë, me fali për shprehje Barkiça. Të shtosh ata janë akoma që janë tipa sportiv, kështu mendoj që edhe ne, jo se po na largojnë peshën ashtu, por bëna një eksperiencë mirë për këta masnesh që do të vinë, që lajnë futbollin, që të organizojnë skuadrat për të serviten dhe të bëjnë takime të tilla. Duke që klubi Vllaznia nuk i harron veteranët, edhe këto miqësore, por edhe nderimi figurave të ndryshme. Është e vërtet. Është një, sidomos ta momentet e fundit, ta vitet e fundit, është i kujtu me mirënjohje, me afrime, me dekorata, me ashtu, është gjë shumë e mirë që kjo është një model pra që shërben edhe për të ardhmen. Shumë. Dhe sytë të gjithëve tek Vllaznia sot më besoj. Aty të gjithë është një moment tepër të këtë javë, tepër emocional është, dhe them edhe herë thash edhe në disa intervista këtu përpara, kam një bindje të plot unë dhe shokët e mi brezije me ata që komunikoj që e dojnë futbollin në përgjithësi dhe sidomos të Vllaznisë. Mendoj që këtë radhë na ka arë momenti, masi 24 vitesh, nuk e thëmë thjesht vetëm se kam dëshirë, por shoh që edhe skuadra është në gjendje dhe kjo frymë është të skuadra që ne jena fitues të titullit kampion. Vllaznia Shkodrës është për 2025 kampion. Faleminderit. Faleminderit.